Përshëndetje Habi, edhe një orë në themi në mbetet për të pritur edhe në nisjen zyrtare të protestës me moton Liria ka emër. A mund të na tregosh patjetër prej gjithë ditës shqiptarë të gjitha trevave kanë ardhur në kryeqytetin Tiranë, mund të na tregosh pak atmosferën edhe në pritje të nisjes zyrtare të protestës? Jeta të përshëndes nga sheshi Skënderbej këtu në Tiranë që duket se sot është bërë kryeqendra e shqiptarisë sepse shqiptar të Tiranës, shqiptar të Prishtinës, shqiptar që vijnë nga trevat e tjera, por edhe shqiptar të shpërndar tashmë në diasporë po afrohen drejt këtij sheshi i cili tashmë është kthyer në zemrën e shqiptarëve për të marrë pjesë të gjithë në protestën pro krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në Hag, në dhomat e specializuara të Kosovës në një proces të gjatë me akuzat për krime lufte dhe pengim të drejtësisë, edhe pse do duhet të themi që ky proces është shoqëruar me drithijet e veta. E pikërisht për shkak të këtyre drithijeve, kërkesa kryesore e protestuesve sot, po edhe në Prishtinë me datë 7 gusht, edhe në Hag me datë 14 shtator, është drejtësi për çlirimtarët. Kështu i konsiderojnë ata krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zotin Thaçi, Jakupi, Veseli dhe Krasniqi. Do duhet të themi që këtu numri i protestuesve sa vjen edhe rritet, patëm mundësi të sillnim edhe më herët në edicionin e orës 15 një atmosferë. Tani do duhet të themi që diçka ka ndryshuar edhe pse na ndajnë disa minuta nga protesta, për të cilin tashmë ne kemi një program të qartë. Pritet të flasi ish presidenti i Republikës Shqipërisë, zoti Alfred Mojsiu, pritet të flasi po ashtu kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, kreu i organizatës veteranëve të luftës, po pritet të flasin edhe familjar të rënëve në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me synimin kryesor për të kërkuar drejtësi për ata që ndodhen sot në një proces të komplikuar për ta përkufizuar kështu. Do duhet themi po ashtu që simbolet kryesore këtu janë flamuri kuqezi, ashtu sikurse u bë kuqezi Prishtina, sikurse u bë kuqezi Haga, sot edhe Tirana është kuqezi me një pjesëmarrje e cila pritet të jetë edhe më masive. Ka flamuj me stemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe thirrje për lirimin e ish presidentit dhe ish kryeministrit Kosovës Hashim Thaçi. Kjo ngjarje nuk i ka trazuar, po themi jo pak, i ka trazuar jo pak edhe qarqet politike në Prishtinë. Ne kam fjalën për kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe partia e tij, e cila duket se bëhet partia e dytë shqiptare pas Partisë Demokratike, që nuk merr pjesë në protestë, ndërsa e gjithë pjesa tjetër është e ftuar dhe është shprehur e gatshme të bashkohet këtij tubimi, i cili pritet dërgojë një mesazh të fortë, ndoshta të bjerë edhe në veshët e ndërkombëtarëve. Ka pasur po ashtu një moment interesant edhe është vendosur poshtë Skënderbeut, statujës këtu në qendër të kryeqytetit, një po themi banner me shkrimin "Unë jam UÇK", ku qytetarët ndryshëm kanë pasur mundësi që të bëjnë edhe fotografi, edhe ta dokumentojnë edhe në rrjetet e tyre sociale këtë moment. Është një protest simbolike, po në thelb ngjarja lidhet me zhvillimet që sollën lirinë e Kosovës dhe një shtresë të fortë historike aty. Për cilën Habi kanë folur edhe qytetarë apo njerëz të cilët kanë ardhur drejt Tiranës edhe për kamerën ABC News. Një veteran i luftës për çlirim pikërisht ka dhënë edhe fjalën e tij, ndjekim edhe rikthehemi sërish bashkë në studio. E ku marrë këtë iniciativë vetë pe Prishtinës, pe Munis, herojt tonë, Zahir Pajazitit, për me mri të Adem Jashari. Sët ku mri në ora 11 edhe jam shumë i kënaqur që mriva me kohë, edhe i falenderoj çdo qytetar që më ka përkrahur gjatë udhëtimit tem. Udhëtimi ka qenë shumë i vështirë, po kur ku mendu për çka pe bëj këtë, më ka lehtësuar shumë. Me kam pak problem, po do t'i kaloj edhe këto. Do rezistoni deri në fund protestës? Po, besoj që po deri në fund, nuk ka kurfar problemi, se kjo është një protestë madhështore, edhe i bëj krejt popullit shqiptar thirrje që të merr pjesë. Tash që janë afruar edhe 2 orë, i bëj thirrje qytetarëve të Tiranës që të marrin pjesë sa ma shumë në protestë se ja vlen. Duhet na me shumë mesazh që ata çlirimtar do t'i mbrojnë, nëse është nevojë edhe në një mënyrë tjetër, se nuk ka kurfar problemi, se ata janë
të denu ose të akuzu me akt akuzat Serbis, të fabrikune për Serbis. Të gjithë ata të akt akuza jenë të Serbis. Kështu që janë ata të pafajshëm edhe ata do të më liru. Se në qofë se denuen ata, kanë më denu edhe populli shqiptar. Edhe na krejt veteranë që ka jenë atë rëjë shqiptare, jenë atë denun. Se ata nuk janë shku, do me thonë, ata i kanë marrë nemen të uqëkës, edhe janë të akuzun nemen të uqëkës. E uqëkëja kanë krejt populli, krejt veteranë, krejt... Dijeni dhe ju i akuzuar nga gjithë procesi që po ndodh në Hagë? Urna? Dijeni dhe ju i akuzuar në kuptimin nga gjithë procesi? Por ata krerit të uqëkës ndihen të akuzun shambull, edhe na jena njësej, do me thonë, se edhe ata uqëkët tjetër amblem s'kan pas, ata uqëkët kanë pas për këtë popull tonë kanë liftu. Edhe ndihen edhe të gjithë, edhe veteranët e Shqipërisë, Maqedonisë, Preshevës, ndihen, do me thonë, të akuzun, një farforme, të akuzun jena në të gjithë edhe populli. Hapi, nga të gjitha komunikime që ke pasur deri më tani në sheshin Skënderbej, me pak fjalë, si do ta përmbledhje ndjesine për bashkimit të shqiptarëve të gjitha trojeve që kanë ardhur pikërisht sot në kuadër edhe të protestës simbolike? Po ja jeta në fakt edhe sinkroni që ne sa po ndoqëm është një metafor e gjallë e angazhimit qytetarëve për këtë protest. Ishte zoti Agim Pllashniku, ish veteran i ushtrisë shlirimtare të Kosovës që ka marrë rrugën që me datë 15 tetor nga Prishtina në këmbë për të mbërritur sot në Tiranë. Kjo tregon fort besimin që kanë të gjithë qytetarët se kjo proteste dhe tubimet e mëparshme, po pritet ketë edhe protesta tjera, ndoshta Shkupi është ndalesa e radhës, do të ndikojnë fort edhe do të jenë një mbështetje për ish-krerët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në një proces të gjatë edhe të diskutueshëm të përballjes së tyre me drejtësinë. Madje ata thonë, sikurse e tha edhe zoti Pllashniku, që nën akuzat që bien mbi zotin Thaçi dhe të tjerët edhe ata vetë ndihen disi të akuzuar sepse ata kanë luftuar në fakt për liri dhe jo për të qenë sot pjesë e këtij procesi. Hapi, të falenderoj për raportimin. Edhe punë të mbarë në raportimet e tua të mëtejshme.